Këtë vit 13 të martat e Shnandot në kishën e Laçit nisën pas shërbimin hekurudor në Shkodër. Tashmë e kthyer një traditë, treni i linjës hekurudore Shkodër-Laç rivihej në funksion posaçërisht për 13 të martat, ndërsa këtë vit treni do të mungojë. Kjo ka bërë që qytetarët, të cilët i drejtohen kishës së Shnandot, të zgjedhin mjetet e tjera alternative për të udhëtuar. Shkojnë me makina, me fulla, me autobuse ashtu. Me makina. Marrim makina. Është më kushtueshme? Po makina detyrimisht sa më kushtueshme. Normalisht detyrojnë me autobuza, taksi këto. Qytetarët shprehen se mungesa e trenit ndjehet veçanërisht përgjatë këtyre 13 të martave, pasi u ofronte një mundësi më të lirë dhe të përshtatshme për të udhëtuar. Qytetarët kërkojnë rikthimin e funksionimit të trenit të paktën gjatë kësaj periudhe për të lehtësuar lëvizjen dhe për të përballuar me lehtë shpenzimet. Pa mirë s'është. Normal nuk është. Mirë me kënë treni, normal më mirë me tren. Shënimi i dërsh. Jo, është shumë një gjë, shumë e pa vlerë, mas me pas i tren me ba qarkullim. Bile për të marta me shku në Kishë Laçit. Në stacioni i trenit ka kënë, bile stacioni i Shkodrës, si tu ka kënë normal. Është shumë nevojshme linja drejt, pse se 800.000 banorë është shumë nevojshme. E sot se fillon ditë Shnandot, është shumë nevojshme. Mungesa e trenit mbetet një problem i vazhdueshëm për qytetarët, jo vetëm përgjatë 13 të martave, por në përditshmërinë e tyre. Ndërkohë treni së bashku me vagonët e pasagjerëve dhe të mallrave është stacionuar në Bajs, duke u larguar nga funksionimi në hekurudhën e Shkodrës.